Mos merrni me budallakinat këtij shteti. Mos merrni. Ti nuk ki kontratë. Që ta shke fol me budallakinat shtetit. Po duhet edhe ministri i shëndetësisë. Patjetër, që ashtu është. Valla ish majmoni. Nëse të vjen drejtori na kena më Shumë normal. Komplet, ç'është jena? Normal. Nëse doni me diskutu çështjen e juaj, problemet e juaja, a për skenare, për skena, kemi interesuar. Asta që na për skenë. Kena, skenar. Hajde gazetarët, lira në një salë. Lirën gazetarët. E mon familjen e citro. Jo po, dhe vjen drejtori këtu. Këtu dhe vjen drejtori. Jena kona të drejtori, 4 vjet na ka bëu sopit. Ti na ka bëu. Punëtorët për lypin këtu dhe unë nuk shkoj atje, nëse don marrmi, nëse s'don, i kemi vendimet tona. Nëse s'vjen ai shkojmë na. Nëse doni mund që mundi me shku edhe para dere, kur që s'ka të keq, absolutisht, të e krejtë rregullat. E mon familjen e citro. Jo po, dhe vjen drejtori këtu. Këtu dhe vjen drejtori. Jena kona të drejtori, 4 vjet na ka bëu sopit. Ti na ka bëu. Punëtorët për lypin këtu dhe unë nuk shkoj atje, nëse don marrmi, nëse s'don, i kemi vendimet tona. Nëse s'vjen ai shkojmë na. Nëse doni mund që mundi me shku edhe para dere, kur që s'ka të keq, absolutisht, të e krejtë rregullat. Kur je i pastër para punëtorit del shlirë, bisedon shlirin, dëgjon brengat e tina sa nuk don. Kur je pak janë rregull. Po duhet edhe ministri i shëndetësisë. Patjetër, që ashtu është. Valla ish majmoni. Ja, moni Mai rrezikshëm një bola të 280 punëtor. 280 punëtor milion pa buk, më është më interesant për to. Ky ministër dhe kjo qeveri më ka kërkuar listat e juaja që të kthehemi në QK ku mos e harroni këta. Shteti uraj komisionin, sa ardhi inspeksioni i spitalit. Edhe pa ka hek vrejtën. Polja li, deshin li, a jetën vrejtën, thanë, bili bashkë. Thanë, ti duhet me punu, qysh ti punu gjithë. Kush të ka thonë? Inspeksioni i spitalit. O zotni, më falë veç pak, hiç mos shkoma ne bre, mos shkoma ne. Ky inspektor me pas shtet do të më çu burg. Ti nuk i kontratë, ti mundesh më përgjigj për vepër penale, nuk guxon, nuk ka nirë, ti je i lirë sikurse edhe unë. A kam as ti ki përgjegjësi vetë si qytetar, jo si punëtor. Është idiotizëm që po më shihni thonë, nëse një inspektor i dikujt ka thonë, ti do të më punu. Me çka më punu ti? Mani mos bani e gara. Vendi o shënullë vrejt. Qysh? Vrejt e të Mos merrni me budallakinat këtij shteti. Mos merrni. Ti nuk ki kontratë. Që ta shke fol me budallakinat shtetit. Besom që veç diçka du të them edhe juve. Nuk keni qenë edhe ju bashkë. Jo. Nuk keni qenë edhe ju bashkë. Si na qenë se kna fri ty që po bëti qka. Unë për shta thash, si e të bukur gjë, po zotë. Pash si e të bukur gjë. Mire kiti. Po vjen kompania, po ja jap tenderin, po fillon punën, kretë kontrolën, shumë me kujdestari me kretë. A janë bukur që më nërë. Po mëre. Që kohët me dorën, por a që vjetë. Jemi dorë 5 vetë që do jemi dorë të drejtojë. Mirë. Nuk jemi jarë më kritiku, ne kemi një tjetër problem, mos merremi me këto sene. Përderisa ju dini që na kena punu me ka 275 euro 2 vjet pas kompanisë Laguna që janë prezentu 2 vjet. Dhe për 2 vjet asnjëherë nuk kanë thonë, hajde se këta janë me 400 euro, këta janë me 275 euro. Dhe tani, kur në farforme, veç u rahatuam, paka shumë se rahat, sepse mos harroni. Ja ku pja u them këtu, me një shtator, ne ju kemi dhonë shkresë se ka në zyre me një shtator, nëse nuk është paka 600 euro, na s'kena me punue. Dhe e kanë ta ulin këta, një shtatori, nëse jo si punëtor, i në nivelin e duhen, po unë e kom krye punën teme. Nëse një shtatorën e vishit dhe thëmë pakat nuk e 600 euro, do të me nalë punën, sepse janë të njoftuam. E nëse nuk e nalë, faktisht qka ka me bëhone. Por e gjithë kjo, po sillet gjithëherë që gjëja se këta punëtor nuk e kanë pagën dhe kushtet e nevojshme. Për qëta u thyët e nderi? Për qëta? Sepse s'kanë pas ku më rrokë ndërta. Po për gjithate, kompanitë kanë të drejtë mua në kun njëna tjetërën,
dhe ne aty nuk do të ndërhyj. E para, gazetarë dhe kamerman, me Da një sa telefon Allah i. Kryetara pja kërkon me liru këto se... Gazetarët e kanë të drejtën e qëndrimit dhe unë nuk kam të drejtë me largu jashtë. Këto do ta kemi të kjo. veç pak, shiko. Për gazetar, unë e dalë prononcona me deklarat publike. Nuk ka nevojë një takim me punëtor, me majtë pamje edhe intervist. Intervist dalë fillë si ta kry takimin, se s'jam t'i frigu hiç kërkuj, dalë intervistona me juve. Kjo takimi mrenshëm, nëse doni me diskutu çështjen e juj, problemet e juja, a për skenare, për skena, kemi interesu. Asta që ne orë për skenë. Kena, s'keni ardhë. Hajde gazetarët, lira në një salën. Lirën gazetarë. Ullëm e diskutojmë, këta punëtor janë punëtor tënë. A këtën janë një shpisë. Hajde gazetarët ju, dhe një jashtë unë e japë deklarat për se cilin gazetar nëse dërë. Po. E para, na, si që KUK, e kemi pas një kontrat të negociumet për punëtorët fizik të sigurimit. OSHP-ja, mas 2 muaj sa, ka pru një vendim ku kërkon prej që KUK-s me ndërprej kontratën që kemi me kompaninë e sigurimit. Si drejtori që KUK-s, si menagmenti që KUK-s, si shësë KUK-s, natyrisht jena të obligu me zbatu vendimin e OSHP-s. Kum zbatu një vendim të OSHP-s, edhe kum dhona afat kompanisë, në fjallë që ka pas kontrat me neve, deri me datën 21 qershor me përmbyll kontratën. Gjatë se periude ka pas edhe një zhvillim tjetër, ku kompanisë të cilët nuk kanë ndërprej kontratës, ka bë ankesë në gjykatën komerciale, që është një drejt legjitime edhe aty si kompaninë. Gjykata na ka kërkuar prej neve vendosjen e masave. Masës së përkohshme. Kemi dhënë përgjigjen masë të përkohshëm edhe në padin që e ka ngritë kompania. Deri në këto momente që po folëm, nuk kam asnjë vendim për gjykatës komerciale për vendimin sa i përket masës së përkohshme. Gjatë kësaj periudhe, çka kena bërë si QKK, kena filluar procedurën e re për një kontratë të re të negociuar, sepse janë objektet pa sigurim fizik. Hapi tjetër si QKU që kena po si menaxhment është se na kemi një marrëveshje me Policinë e Kosovës, cilën e kum shfrytzu dhe kum kërkuar nga Policia e Kosovës që gjatë kësaj periudhe deri ta finalizojmë një kontratë të re, ata me qenë në kujdes të objekteve sa i përket sigurisë fizike edhe të personelit edhe gjithë, pasi që është një organizat me 3-4.000 punëtorë. Prej pramshit, Policia e Kosovës e ka një plan operativ sa i përket sigurisë fizike të objekteve. Prej sot edhe në formë fizike, policia ka me vendos me prioritet se dhe atë janë pikat ma kyqe. Ka një vizibilitet duke u bo prej menaxhmentit të administratës së QKK-s dhe Policisë Kosovës, ata janë veç në teren, për mi pa pikat qysh policia e mendon mi mbulu. Tjetër është me sigurim fizik një kompanisë private ku i vendosish pikat, dhe është tjetër me Policinë e Kosovës e cila ka një strategji dhe një plan operativ qysh mi mbulu këtu. Ajo çka unë si menaxhment siguroj është që thjesht qendra klinike e Kosovës ka siguri fizike prej Policisë Kosovës, do të thënë nuk jem pa sigurim fizik. Prej momentit ku nuk ka kontratë me një kompani, unë nuk kam kontratë si që këu me punëtor, kam kontratë me një kompani fizike cilës ju ka ndërprej kontrata. As unë si drejtor, as kërkush nuk ka drejt, ju kërku këtyne me qëndru as civil, as fizikisht në objektet e qendrës klinike universitare. Në qendrën klinike universitare janë vendosë Policia Kosovës, ju tregua, ka një plan operativ. Kontrata e re e negociume është në fazën e procedura. Dje ka qenë afati fundit nga KRPP-ja që jep një interpretim, sot ftohen operatorë ekonomik, nesër edhe mas të arë këtë tenëtën na kemi një kontratë të nënshkruar me një operator, a është kjo operatora, një operator tjetër pa garanci, me rëndësi që kemi një kontratë të sigurimit. Deri në momentin kur e finalizojmë një kontratë të re, Policia Kosovës do të kujdeset për sigurinë në hapësirat e qendrës klinike universitare të Kosovës. Ne kena marrë para 4 dite një vendim për SHSP-s për shkputjet kontratës. Edhe të gjithë punëtorët i kom pas të rrezikuar për pikat. Kurse pa një formë s'mund edhe me nejnë punë. Po edhe pa kontratë s'mund me nejnë punë. Edhe kena tentu këtë të bëjmë për punëtor, edhe të bëjmë një takim me kryetarin QKK-s Osmanin që të nga garantan punëtor që janë pa një forma që një kompani e arshme ose që do të bëhet
me këta punëtorë. Dhe në afroj një garanci që me këta punëtorë dhe të janë edhe të ardhur në punë. Për ndryshe, që këu jashtë një institucion janë shumë e lartë, kurse një punëtor është pa uniform, është dyqysh e çuditshme. Mirë për 26 vite, kjo është hera e parë që është një kompani e sigurime ose një roje, një përdyr, pa uniform, pa kontratë. Se institucionet tona jenë mësuar që edhe në moment kur ka skadu kontrata, punëtorët e sigurimit fizik dhe punëtorët teknik dhe punëtorët tjerë kanë punuar dhe pa kontratë dhe pa kompenzim. Tani, si sindikat është vendim imi që gjitha punëtorë do të shkojnë në shtëpi dhe do të qëndrojnë aty derisa të nëshkuat kontrata e re me një operator cilin do të qoftë ai. Është shumë normal që në çdo kontratë që shkruhet në mes të operatorit dhe që KUK-s është obligative të merë gjithë punëtorët që kanë qenë më herët, nuk është kjo rrezikshmëri, domthonë ajo është që ne tani ma nuk dojmë të shërbejmë askujt. Pse ka ardhur deri te kjo, shumë normal që ka është interes individual, interes të ndryshme, na nuk dojmë të hyjmë aty kush ka pas të drejtë. Kompanit janë duke u shtyën me zveti, ato le të shtyën në moment që e fiton, cilat do të qoftë kompani që e fiton të drejtën, ne kemi ardhur dhe normal që kemi me vazhdu punën. Por, po ju them, ne kemi marrë sot vendim që gjitha punëtorë ma në QKUK nuk do të qëndrojnë derisa të nëshkuat kontrate e re me një operator dhe operatori me punëtor.